Kundërshtarët Leo, Doti, Mixen, Prozor dhe Dirod. Kontakt për në bus site. Në shonë një të të zga ki kundërshtarët. Kundërshtarët Doti në entry. Doti janë mirë nga Rigon. Të Rigon dhe Jax. Rigon me double kill, vazhdon këtu edhe Flatro. 4 eliminime të shpejta nga Bad News Eagles drejt ekipës kundërshtare. Shohim lojtari i fundit Dirod. Vetëm një kill nga ona e tij. Prej bëmenit vazhdon lojën për në cave ku në pritje Jax eliminohet Genci. Vazhdoi Flatro nga pozita e sajtit. Sanere Synops në long. Do të vendodhe kundërshtarit. Shumë një pikë edhe nga Sener. Seneri për killën e fundit. 1-0 Bad News Eagles. Play mjaft i mirë në hold. E pa me Rigonin me double kill. 2 eliminimet e para nga Rigon. Jax dhe ndihma e Flatros me pikë prej pillarit. Tjetë një iko round ekipës Superior Esports. Pro Jax a all për double doors. Një nejdi edhe rrisonës mjaft mirë kjo granate si që super timing e shojmë realizimin e double killit në mënyrë të lehtë nga ana e tij dhe po ashtu Gencit me një eliminim. Mixen dhe Dirod, ana e djathtë ana e majtë e double doorsit. Me kill. Besoj tu i thonë edhe Gencit hen ma shpejt se s'kena vak. Raundi i tretë. Insta elbow i vënuar nga Jax. Tashma lëshon në këtë drejtim ekipa kundërshtarin, një nejde edhe i Rigon drejt midit. Lojt defanzive me këtë call. Në këtë aksion Rigon, i vetëm në cave do t'jetë Flatro. 2 lojtarët janë në red room. Synops dhe Rigon, Seneri në ndihmë për Gencin, pra në hold për Amen. Për në red room janë të fokusuar ekipa kundërshtare. Lojtari Mixen në hold për playtek Flatro. Super play tani Rigon për Synopsin, që realizon vetëm një double kill të Synops. Do presim edhe play-in e Flatros ku ndëgjon Flatro. Një timing jolla që mirë. Pra pat edhe më herët info kundërshtari për vendodhjen e Flatros. Jax dhe Sener nga prapa në pozitën e midit. Eliminohet Sener tashmë nga lojtari Dirod. Betet vetëm Genci në pozitën e midit. Ka këtë kallash në duart e tij, do të shkoj deri në fund për save pra Jax. Tarot Mixen dhe Leo. Tek pozita double doorsit Dirod shumë afër Gencit. Futet në pozitën e elbows Dirod. Pika e parë nga ekipa Superior Esports.
play interesant me 4 lojtarë në mid. Ishin vetëm në hollë të fokusuar për Red Room. Insta elbow përsëri nga Jax. Tashmë një lojë më agresive drejt midit. E shohim scenerin që ka arritë të dalë jashtë Red Roomit. Një late game i vogël to. Dyshja Prozor dhe Doti. Play ngjajshëm mes flatrës dhe lojtarit kundërshtar Mixen. Lidhet pra Molotovi drejt kësaj pozite, për fat mirë. Nuk ka ndonjë damage për flatrën. As edhe një info nga ekipa kundërshtare. Jax tentim për të i smokut nga Red Room. Ndodhet në 40 HP Genci. Ishte një nade e edhur nga lojtari Doti. Tashmë një tjetër strategji, një tjetër play nga Superior Esports që po afron në kontakt të as. Lojtarit Leo me një boost. E shumë në regon. Një kill i parë, për një boost që shpejt nga lojtarit dhe Senar që tenton nga pozita e donat. Me një lojtar më pak bën eja, do vazhdoj pra me vetëm flatrën dhe Snopsin në tentim për retake të as. Eliminot mjaft mirë të Dirod. Frotë Sinops në A-main, ku në pritje do tjetë lojtari kundërshtar Mixen dhe Prozor nga pozita në boost të A-mainit. Një kundër të flatro. Nuk dhe arri këtë round. Call për tërheqje prapa nga ekipa e BNS për të flatrën. Do të barazot shumë shpejt rezultate. Rikthejmë pra Superior Esports në këto 2 raunde me strategji fillimisht drejt midit, pastaj tu për në as side raundin e 4. Do të kemi vetëm flatrën në M4 për këtë round. Play ngjajshëm përsëri do të jenë 2 lojtarë jashtë midit nga ekipa e Superior. Ajo është vetëm në kontakt të lojtarit Doti. Eliminohet 4, Jax me kundërpërgjigje. Vazhdon me M4-in e flatrës Genci të nisë prapa në Red Room, mbetet vetëm Snops në afërsi të midit, ku prapa ti ndodhen 3 lojtarë kundërshtar. Mixen ishte shumë afër për atë kill me nade Snops. Të shohim për në A side tashmë ekipa kundërshtare, ku ndëgjohen 3 lojtarë kundërshtar nga Jax, i cili po e vazhdon lojën prapa tyre, Prozor, Dyrod dhe Leo. Humbe dueli nga Jax. Nga Sener e shojmë lojtarin Prozor në double kill të shpejt. Mbetet vetëm Rigon, ka këtë kallash në duart e tij Rigon. Ishte Sener në eliminim të lojtarit në B kundërshtarit Mixen. Dirod, është ende gjallë Rigon. Analizon këtë sejtë të kallashit Rigon. Një pikë para tashmë ekipa kundërshtare. Vetëm lojtar në drejtim të asme Leo nga A-main. Në hold Sener dhe Rigon. Të shojmë Leo, vetëm një fake i vogël. Tjetër lojtar në mid, Doti. Tërheqja tjetër e Superior Esports në Double Doors.
Drejtim për në bëmen, ekipa kundërshtare. Smoke për në double doors nga Synops. Kombinate nga Nasicës, ende dy lojtarë në atë pozitë në derat dhe Prozor, e shojmë tentimin e Synopsit. Pozita e Kobit nga Mixen. Një ekip shumë e qetë, një loj shumë më nga dalë se so ekipe tjera, pra që kemi po lojt në Ancient, ekipa e Superior. Afron tashmë me 4 lojtarë në bëmen dhe vetëm Mixen në banana. Execute për në bus side, eliminot Synopsin. Arrit marrë me vete vetëm në lojtarë kundërshtar. Do e shojmë pozitën e Jax, nuk arrin një kill të Ginci. Bus side double pick, do kemi nga ekipa kundërshtar është Flatro me futur përgjigje dhe Rigon nga pozita e lungut. Super loje, dyshës Flatro dhe Rigon. E po më dhe në mapën e parë Ancient, këtë map tjetër. Me ekipën e Superior, më herët ishim me VP Prodigy, mapa e ngjashme. Rigon dhe Flatro në City Side. Po ashtu në T-Side, ishin në top të tabelës. Edhe me këtë aksion dhe me këtë round, të dyshja vazhdojnë të mbajnë gjallë, ndoshta në këtë best of niche. Ekipën tonë barazohet rezultati pra 3-3. Rigon do tjetë në all për mid, Jax. Pozitën e Red Room. Prozor dhe Doti do të kërkojnë pra pozitën e midit, mjaft një të Rigon. Shojmë edhe shpejtësinë e ti, refleksin që e ka Rigon. Kon pozitën e midit me një smoke. Tjetër kill është tashmë Flatro, përsëri Rigon dhe Flatro. 2 entrit shpejta në banana dhe në mid Rigon dhe Flatro. Full kontakt drejt scenerit do tjetë treshja Leo, Dirat dhe Prozor. Për në A-side, ku e shojmë pozitën në boost të qazës. Ku presim shumë shpejt një entry kill nga në hi. Nga hija kundërtarve, vetëm një double damage, nuk ka eliminim prej sener. Afrohet në retake të Rigon. E shojmë! 3 eliminime deri më tash nga Rigon. Vetëm lojtari Prozor. Në përgjigje e rrezikshme kjo nga ky lojtar. Nga 4-1 në 2-1, kjo situatë është më Synops nga prapa, eliminohet Prozor. Super Rigon, 3 eliminime të shpejta. 2 nga ato këtu në A-side dhe në fillim për në mid, 2 pikë para bëneja. Call për force buy nga Superior Esports, do vazhdojnë me Tech Nines. Do është në rush play, apo do të kemi një execute nga ana e tyre. Flatro, arrin ta letroj lojën e kundërshtarit, eliminohet pra playerin në tentim për rush. Ishte vetëm një fake në banana dhe në cave. Treshja tjetër e ekipës kundërshtare të fokusuar për në mid apo në A-main, ku eliminohen mjaft shpejt. Pik tjetër Bad News Eagles, 2 pik para tashmë besojmë edhe për pikën e 6, do të vazhdojnë në IK round Superior Esports.
Lojë shpejt. 19 Senar dhe Regon. E shojmë Regon tashmë me hapën që ka rrit një tjetër entry. Regon. Tre lojtar. Lojë agresive. Lojë të mainit. Minjeti. Doti dhe Prozor. Merët që e pa me dhe pistols. Në double doors. Round shumë shpejt i bënes. 3 pik para Bad News Eagles. Kemi një tactical timeout nga ekipa kundërshtare. Shojmë një lëvizje shumë e shpejt nga ekipa jonë në tentim për entry dysha pra Regon dhe Flatro që eliminohen. Edhe në A-main, edhe në mid, tashmë poshto dhe Synops tek pozita e midit. Mbetet vetëm Senar në hall për asaj. Eliminohet është mixen për trade, lojë shumë e shpejt e bënes me kontrol në pozicje. Edhe më e shpejt nga ekipa kundërshtare. Kontrol për në asajt, mbetet vetëm Jax me këtë AWP. Tam për eliminim drejt kundërshtarit Doti në pozitën e Heaven. Vazhdon Jax me save. Do të ketë këtë AWP edhe në këtë round Genci, mundësi për tjetër full buy nga BNE-ja. Timeout nga ekipa jonë, një tactical call prej trajnerit. Jax. Flatro dhe Senar në hall për A-main tashmë kontrol të A-mainin. Fakt, kemi reagimin në rush për në pasaj nga ekipa kundërtare. Eliminohet Synopsi, eliminohet edhe Larteri. Prozor nga Flatro. Vazhdo në Regon i vetëm. Me lojë agresive prej shortit në long e shojmë këto Regon. Lojtari Leo që ishte në tjekë që shprej fillimet e roundit për Regonin. Mbetet vetëm Flatro dhe lojtari Mixen. Flash nga këj fundit, super Flatro dhe Regon. Me nga 2 eliminime, 2 shajon për pikën e 7. Kë retake i bukur pra për në both side.
Vetëm edhe një round kam bet. Për në city side ekipa jo. Hold, të round të checks. Eliminot. Vardon Rigon dhe Sener nga pozitë e para. Ne kemi edhe flatron me një eliminim tjetër. Tirod, të pozita e big box. Në boost kemi lojtarit Doti. Synopsit. Eliminat Doti apo jo. Kemi një tjetër kill nga ana e këtij lojtari, mbetet vetëm Rigon drejt kundërshtarit Dyrat dhe Doti. Nuk ka ende diffuse. Fake Rigon eliminot në fund dalet, pra bëneja në këtë round të fundit për pjesën e parë. Shohim Rigon me 16 killa. Vazhdojmë në kill side. Në round i parë me dyshën Prozor dhe Doti që vazhdojnë në hold për Donat e pop një 5 jump nga Prozor që kjo i kushton me humbje edhe të roundit e ekipës kundërtare ishte lojtari në Peretas. Pa uzi apo logi teki ishte i poshtë. Rigon Synops loj agresive dhere më tash e pom. Vendosin që të rrishen propa në hold për offside. Mbetet vetëm Dyrat dhe Mixen drejt elbows, ky i fundit me Mixen për në red room. A do të kemi një knife kill, po GX. Edhe pak iftari, Dyrat në flatrën, mbetet ende gjallë kundërshtari. Shohim sa i fort është në pistol. Per pak edhe një tjetër kënç. Insta smoke nga Sener për në red room. Rigon me triple kill. So pa Rigon 20 killa deri më tash nga shfulja. Round shumë i shpejt, pra e pam një stack në mid. Prej pistoletave nga ekipa kundërshtare. Nga Seneri vetëm në fake pra për në offside, eliminohet nga dysha Leo dhe Prozor. Rrisën prapa tash më dy lojtar të as. Apo jo njeri nga ta futet në Donat drejt snajperistit Dyrat. Frod Rigoni vetëm në cave. Dy lojtar janë në hold për B side. Close wall Mixen dhe Doti në first corner apo second corner në long. Afro tashmë edhe Leo. Kapozita e red room. Hold për cave në Rigon. Eliminot mjaft mirë këtu. Leo dhe Mixen me molotov kill nga Genci dhe AK të Rigonit. E shohim Dyrat. Arrin ta gjej killin për të i smoku drejt flatros. Dalet edhe Rigon Evan, është lojtari Prozor që mbeti në hold për offside apo në pozitën e Donat Miss Molly, kjo nga Synops e shërbitshme. E shohim kontaktin e Genci. Synops. Marlon Sicja, double kill nga Synops. Prozor në tentim për retake pra në B side këtu
i vetëm një kundërdhënie situatë për kundërshtarin, eliminon Synopsin. Vazhdon të kërkoj deri në fund të Gencin. Në mungesë të kitave është Prozor. Në fund ja del për save të M4-it, por jo edhe për pikën. Që tashmë BNA siguron pika e 10. Timeout. Timeout i fundit. Nga ekipa kundërshtare. Shumë një halt baj nga Superior Esports, Mixen, Jiggle Peak. Ka info për Synopsin, cili po lëshon tashmë këtë pozitë të Kevit. Në ketë ky call për A-split nga BNA. Eliminon Tregon. Aholl me 3 litar në A-side janë këto ekipa kundërshtare, duke e përfshirë dhe sniperistin për killën e parë në këtë round. Frod Synops nga Cave. Tashmë drejt në zona të kundërshtarit Doti. Televizje Sneaky e Sinqes Sener që ka kuptuar lojën dhe pozitën e lojtarit tjetër Prozor. Tashmë futën në asaj për New Eagles. Derat në hall, brenda në tempo dhe shojmë edhe reagim në Gencet në City, double kill nga GX. Vetet vetëm sniperisti Derat pra ende e njëjta pozitë. E shojmë komplet në gjumë. 11-5, 2 rounde i duhet BNA-s këto që të vazhdojnë me lojën e 4 për sot. E para free win. E dyta e pam fitoren, e këtu jemi shumë afër për tjetër fitore. Mundësia për full buy nga Superior Esports, tashmë me 4 fora dhe AVP. Shpresojmë tjetë e kuptuar kjo nga Bad News Eagles, mos të nguten ekipa jon. Është Sener me flesha nga pozita e rrotës, pra late game në mid. Molotov në jungle mini pit, një nade edhur nga pozita e Red Room. Dysha Prozor dhe Doti. Ja humtuar tashmë këtë full buy BNA të ekipës kundërshtare, afrohet solo në banana Synops. 3 litar jashtë midin nga Bad News Eagles. Molotov deep në Red Room. Problem sepse bonus ndodhet Prozor. Të vëmendshëm. Flatro dhe Rigon. Afrohet nga tjetër entry nga One Flatro. Kërkon edhe killin tjetër, ndalen nga Derat. 3 kundër 2 kjo situatë. Reagim drejt as mjaft mirë ky call në mid round prej Sinqes. Shojmë Rigon pozita e tij në Red Room, Synops këtu në Heaven. Mixen. Tashmë me full info për lëvizjen e Rigon, i cili ka me vete këtë AVP sepse ndodhet në lloj shpik të shfulja. Vazhdojmë me këtë off angle në hold. Ka ndonjë shport qëndrim për Rigonin. Blokot me këtë smoke të Senerit. Red Room. Synops do vazhdoj nga prapa prej B-main të kërkoj killën e sniperistit dhe lojtarit tjetër Mixen. Që ndodhet shumë larg Synopsit drejt Mixen, po afrohet tashmë edhe Rigon. Shojmë Synopsin. Qërë hapat e sniperistit, eliminohet Derat, kërkon në first corner apo second lojtarin tjetër, i cili ndodhet brenda Kevit dhe shojmë Rigon sa afër këtu për një kill në wallbang. Save nga lojtari Mixen. Match point. Sigurohet barazimi. Timeout. Timeout e shojmë një disiplin këto. Mjaft mirë prej
Peacemaker. Dan randin me snopsin amen. Shumë të Regon entri. Rejdi flatros, ndalit Regon nga lojtari Leo. Ishte kalli për një fake. Solo play të Regonit në both side. Super flick shot against it. Eliminot prozat në drejt për flatron. Gjithë shka brabar 2 kundër 2. Kemi C4 që ka mbet jashta. Ameni pra në side sener në ndi për Gencin Jax për kill në fundit. 13-5. Një easy loj për djemt. Presim lojnë tjetër. Të bënë es.